Atëherë mirëdita nderuar koleg, fillojmë mbledhjen e grupit parlamentar duke shprehur mirë kuptim për një pjesë të kolegëve që vijojnë punën në komisionet e përhershme parlamentare me një rendite të rëndësishëm dhe një pjesë tjetër të kolegëve që janë në një aktivitet organizuar nga Westminster Foundation dhe ambasada britanike dhe që sigurisht kanë mirë kuptimin tonë që nuk janë sot këtu. Nisim mbledhjen me rendite seancën e të hënës, e cila pritet njoftohet nga minuta në minutë edhe nga Kuvendi i Shqipërisë. I kaloj fjalën për kryetarit partisë, profesor doktor Sali Berishës, dhe më pas fillojmë agjendën e grupit në mbledhjen tonë. Faleminderit. Mirëdita. Më duhet ta filloj këtë fjalë për të informuar shqiptarët se nga ky moment e tutje, ajo që deri dje është njohur si skapi i partisë, do të quhet tani e tutje Qendra Kombëtare e Shpifjes dhe Dezinformimit. Ky institucion lëshoi dje mbasdite dhe natën, gjithë natën, në Tiranë, se ka pre mandat në arrestit të Tom Doshit. Dhe se në mëngjes lajmet, po nga këto burime aty afër, vidhin se Toma është arratisur. Tani, imagjinoni ju se si bëjnë hetimet këta. Imagjinoni ju teknikat e tyre të hetimit. Ndaj dhe i ftoj shqiptarët që sa herë të dëgjojnë fjalën SPAK të kujtojnë lidhshëm me të Qendra Kombëtare e Shpifjeve dhe mashtrimeve. Kaq sqarimin. Toma nuk është arratisur, as ka apo s'ka mandat arresti, as gjë prej gjëje, po ky është një gënjeshtër e tmerrshme që është hapur nga Qendra Kombëtare e Shpifjeve. Të nderuar deputet, një skandal i përmasave shumë të mëdha, të pa qarta akoma për nivelin e tyre, ka shpërthyer këtë javë dhe ky është skandali i aeroportit të Vlorës. Skandali i aeroportit të Vlorës te i kalon si skenar çdo skenar tjetër të zhvilluar gjerësot, por dhe çdo skenar filmash. Një ditë të bukur, Edi Rama me Lubi Ballukun vendosin të vjedhin qindra milion dhe shpallin për këtë qëllim ndërtimin e aeroportit më të madh në Ballkan, në qytetin e Vlorës, që si qark mund të ketë gjithsej 180.000 banorë që banojnë aty. Aeroportin më të madh në Ballkan. Dy ministra refuzojnë në mënyrë të prerë të firmosin për këtë mashtrim më të madh në Ballkan. Sepse për shkak të atij që quhet high risk, kishin përcaktuar aty 120 milion garanci biletash, që do ndanin njëri me tjetrin. Pas kësaj,
përsëritet tenderi dhe nuk është më 120, por 140 milion euro garanci biletash. Dhe me qenë se ligji kombëtar dhe ndërkombëtar e kërkon që në rast në aeroporteve t'jenë kompani me ekspertizë të certifikuar në rëtimin e tyre, thirret një kompani turke që e kishte këtë eksperiencë. Natyrisht ajo thirrej si prestonom, sepse tenderi i jepet 48% asaj dhe pjesa tjetër 53%. Biznismenit të njohur dhe politikanit të njohur kosovar Bexhet Pacolli, por njeri pa asnjë eksperiencë në fushën e ndërtimeve të aeroporteve, siç kërkon ligji dhe rregulli. Tani çfarë ndodh? Pas firmosjes dokumentave, natyrisht prestonome duhet ikën në punë vetë. Turku i thot, miru pafshim, se këtu janë Lubia me Ramen e me këta. Si rezultat, aeroporti që kushton me çmimet më të fryra mbi tokë 105 milion euro, takspaguesit shqiptar do paguajnë 140 milion euro për 10 vitet e para. Dhe koncesionari për 30 vite fiton 700 milion euro. Nuk mund të ketë një akt më korruptiv se sa ky. Ndaj dhe tani që po vjen fundi, tani kërkojnë aksionet. Tani që vjen fundi, ka disa variante. Një variante është se një grup i fuqishëm droge ka dorëzuar mbi 40 milion euro qeveritarve, nuk ka dhëna. Po ajo një gjë është e sigurt 100%, që Edi Rama, Belinda Balluku, Taulant Balla, të tre janë të angazhuar gjatë 2 javëve të fundit sipas dokumentave me të gjithë pushtetin e tyre në favor të një ortaku. S'kam asgjë me ortakun, as midis ortakëve, se s'hyjet në atë, po fakti që e gjithë qeveria shqiptare futet për një ortak, do të thotë që është ortak vetë. Ortak vetë. Dhe e vërteta është që e kam denoncuar këtë krim, të paktën 4-5 herë, nuk kam ditur këto punë të ortakëve, po kam ditur se është dhënë një garancie të mërshme për 600.000 bileta në vit, dhe çfarë do ishte nën 600.000 do e pagunin takspaguesit shqiptar. Në një kohë kur aeroport absolutisht nuk i bën dot 100.000 në muaj, në vit. Çka ty? Nga Vlora, gjerën Kepler Stills, janë maksimumi 25.000 shtretër. Maksimumi. Tazam 30.000. Asnjë më shumë. Ku do shkoj, ku do e këta pasagjerë? Do flenë në natyrë? Plus që nga Saranda
me atë rrugë, më mirë të bie të shkosh nga Tepelena së Sande, e tjerë me radhë. Pra, ky është një gjë të mërshme, një gjobe të mërshme që u bëjnë takspaguesve shqiptarë. Edhe ju kujtohet se si ajo, për të mbuluar vjedhin e saj, u thoshte shqiptarëve që ky është aeroporti më i madh i Ballkanit. Shko, bëje pistën edhe 500 metra më të madhe dhe del aeroporti më i gjatë në Europë. Ç'do thot ajo? Pra, po zhvillohet një skenar si në Netflix. Si në Netflix, po me personazhet të vërteta. Kthehemi tek problemet tona. Ishte ngjarje e një rëndësie shumë të madhe, dështimi i plot i përpjekjeve të jashtëzakonshme të Edi Ramës për të ndryshuar, për të mos thënë për të bllokuar raportin mbi farsën elektorale të 11 majit. Është në dignitetin e atyre vëzhguesve dhe drejtuesve të tyre, që jo vetëm nuk ndryshuan asnjë pikë dhe asnjë presje nga raporti paraprak, por në një seri çështjesh renditën shumësi fakte të shumta dhe të dhëna, me të cilat i dhanë përgjigje përfundimtare Edi Ramës, që u thoshte ku keni fakte ju për të provuar këto që keni shkruar. Ai që ka sy të lexoj, le të lexoj në faqet të tëra rrjeshtohen e gjithë batërdia zgjedhore, jo në një apo dy rrethe, por në shumicën e qarqeve të Shqipërisë. E vërteta është se në 33 vite, ky raporti më damkosës i farsës elektorale, për farsën elektorale të Edi Ramës. Asnjë raport tjetër nuk ka patur për masat e denoncimit të farsës si raporti i zgjedhjeve të 11 majit. Janë rrjeshtuar argumentat pafundme të funksionimit partisë shtet, të përdorimit të gjitha resurseve të qeverisë dhe shtetit për të grabitur zgjedhjet. Natyrisht, raporti nuk mund të shkruaj ato që nuk shkruhen. Jo. Ai ka patur detyrë, ata burra dhe gra kanë patur detyrë të thonë nëse zgjedhjet përputhen me standardet ndërkombëtare apo jo. Ky është detyra e tyre. Ky ka qenë dhe ky është detyra e tyre. Dhe ata faktojnë se
në një demokraci pluraliste, këto zgjedhje nuk përputhen me standardet ndërkombëtare në parimin më themelor të barazisë. Ata faktojnë se u përdoren të gjitha mjetet për të shtruar një proces elektoral në farsë. Dhe i përshëndes përzemërsisht që i kanë qëndruar kryeministrit në të gjitha qëndrimet e tij antikushtetuese, antiligjore në farsën elektorale. Ka një citim timin, ju lutem, vetëm për një moment më duhet ta zbërthej pak. Thot se Berisha quajti një aleat, kërcënoi një aleat të Ramës se më datën 11 maj do shpallej organizatë terroriste. Fjala ishte për kartelin Troplini, miq. Dhe unë i përgëzoj, e kam thënë atë, nuk e mohoj. Gjatë fushatës elektorale, unë kam deklaruar se karteli Troplini do shpallet organizatë terroriste, gjitha do shpallen organizatë terroriste. Pra, unë i falënderoj për këtë sankcionim që i kanë bërë raport deklaratësime se në mënyrë absolute, ato janë, siç provohet, degët europiane të karteleve narkoterroriste të Amerikës Latine. Kjo është e vërtet. Tjerat pastaj, Edi Ramën, lexojeni, rjesht për rjesht, se çfarë ja atribojnë, se si de facto, duke atakuar të gjitha qëndrimet e tij, e nxjerrin një armik të egër të votës së lirë. Dhe prisni edhe një moment këtu, asnjëri nuk mund thotë se kam lexuar raportin pa lexuar dhe futnotat. Për të patur idenë e plot për raportin, është kusht leximi i tij integral përfshi futnotat. Aty ju, pra në këtë tërësi, po të lexoni raportin e Bielorussisë, afër Lukashenkos janë dhe sulmet ndaj Ramaduros në raport. Dhe për këtë kanë merit të madhe. Për të mos u zgjatur, vëzhguesit ndërkombëtar folën e thanë fjalën e tyre. Është rradha e shqiptarëve të flasin dhe të thonë fjalën e tyre. Është rradha jonë të flasin dhe të thonë fjalën tonë. Të themi fjalën tonë në Tiranë, të themi fjalën tonë në Paris, në Rom, në Vjenë, në Washington, në Berlin dhe në të gjithë botën. Opozita shqiptare duhet ngrihet në protestat më të fuqishme që ka njohur ndonjëherë historia e vendit nga vitet 90, me qëllimin solem dhe sublim votën e lirë për qytetarët shqiptarë. Askush nuk mund, çdo njeri që aspiron votën e lirë, tashmë ka një bazë frymëzuese. Ka një bazë frymëzuese në ligjin ndërkombëtar, në vendimin ndërkombëtar që raporti i OSBE-Odirit për zgjedhjet në Shqipëri. Ndaj dhe pavarësisht nga vonesa e tij,
por ai dha verdiktin e vetë. Tani u takon shqiptarve, na takon ne, i takon opozitës të japë verdiktin e vetë. Shumë faleminderit. Faleminderit Media.